Para se të linte legjenda. Para se të ndizte flamuri me shqiponj, ishte ai. Një burr që jetoi mes thikës dhe besës, mes perandorive dhe zotimeve. Një emër që historia shpesh e hesht, por pa të nuk do të kishte pasur kurrë një Skënderbej. Ky është Gjon Kastrioti, babai i lavdis. Në një epokë kur toka shqiptare përpëlitej ndërmjet rufeve të Osmanëve dhe dredhive të Venedikasve, u ngrit një fisnik i paepur. Gjon Kastrioti, njeriu që do të vendoste themelet e një prej figurave më madhështore të historisë shqiptare. Ai nuk ishte thjesht një princ, ishte strateg, diplomat, atletar dhe babai i një dinastie që do t'i rezistonte për dekada të tëra perandorisë më të madhe të kohës. Sundonte nga kepi i Rodonit deri në malet e Matit e më thellë. Me kala që ishin si kështjella nderi përballë erës aziatike që po afrohej me gjak. Por kush ishte vërtet Gjon Kastrioti? Çfarë sakrifikoi ai për t'i mbijetuar një epoke të gjakut? Dhe si ndikoi ai në formimin e karakterit të djalit të tij, që një ditë do të njihej nga Evropa si Skënderbeg. Nëse edhe ti beson se historia jon ka nevojë të rritet nga rënjët, jo vetëm nga degët, atëherë mbështete këtë video. Abonohu në Histori Epike dhe lëre historinë të frymëzoj. Jepi një pëlqim këtij rrëfimi dhe shpërndaje me miqtë e tu, që duan ta njohin më thellë këtë figurë të harruar shqiptare. Para se bota ta njihte emrin legjendar të Skënderbeut, ishte një tjetër emër që po shkruante historinë me urtësi, gjakftotësi dhe strategji. Një emër që qëndronte në hije, por mbi themelet e të cilit u ngrit një këmbë, Gjon Kastrioti, babai, strategu, diplomati, një nga figurat më të heshtura, por më të rëndësishme në historinë e kombit shqiptar. Në këtë video do të zbulojmë historinë e tij të vërtet, një rrëfim i mbushur me sakrifica, përballje me perandori, aleanca të rrezikshme dhe një trashëgimi që do të ndryshonte fatin e Shqipërisë përgjithmonë. Në fundin e shekullit 14, tokat shqiptare ishin një mozaik i trazuar principatash, ku secili fis luftonte për të mbijetuar në mes të lakmisë osmane dhe ndikimit të fuqive perëndimore. Ishte koha kur lindnin figura që shihen rrallë në histori, dhe një prej tyre ishte Gjon Kastrioti. Ai ishte pasardhës i një familje fisnike nga zona e Matit. Territoret që ai zotronte shtrieshin nga kepi i Rodonit në bregun e Adriatikut e deri në malet e thella të Dibrës. Gjon Kastrioti ishte djali i Pal ose Gjergj Kastriotit, pasi emri i babait të tij në burime të ndryshme shfaqet si Pal apo si Gjergj. Ndonse në fillim ishte një sundimtar lokal, Gjon Kastrioti do të dëshmohej shumë shpejt si një strateg me një mendje të hollë, i aftë të manovronte mes rrezikut dhe mundësisë. Gjoni u ngrit si sundimtar feudal në Shqipëri, në një kohë kur politika e saj e brendshme po dominohej gjithnjë e më shumë nga Republika e Venedikut, e cila kontrollonte shumë nga qendrat e saj tregtare, dhe perandoria osmane, e cila në një formë ose në një tjetër kishte filluar të vasalizonte shumë nga zotërimet e vogla dhe të pavarura. Feudalët shqiptar duhej të balanconin midis dy fuqive të mëdha të epokës së tyre dhe të konkuronin me njëri tjetrin. Gjoni nuk kishte mira ushtar si perandorit, por kishte diçka tjetër, zgjuarsinë për të ruajtur autonominë në një botë që po zhdukte princërit e vegjël një nga një.
Kur osmanët nisën marshimin drejt Ballkanit, shumë princër shqiptar zgjodhen të dorëzoheshin pa rezistencë, duke i ruajtur privilegjet në këmbim të nënshtrimit, por jo Gjon Kastrioti. Ai nuk e pranoi kurrë me bindje sundimin osman, por e shihte si një e keqe të përkohshme, që mund të përdorej për të ruajtur mbijetesën e familjes dhe të popullit të tij. Ai nënshkroi marrëveshje me sultanin, por kur nuk hoqi dorë nga identiteti i tij dhe në të njëjtën kohë mbajti marrëdhënie me Venedikun dhe Raguzën, duke luajtur një lojë të rrezikshme mes dy botëve. Në dokumente të kohës Gjoni përshkruhet si njeri me ndikim që zotronte 4 qytete dhe 2000 ushtar kalorës. Ishte i njohur për besën dhe për qëndrueshmërinë e fjalës, një vlerë që i dha respekt edhe ndër aleatët më të dyshimt. Titujt e tij të ndryshëm të përdorur në burime përfshin Zoti i Matit. Në burimet veneciane ai përmendej edhe si Zot në Albania dhe Zoti i pjesës së Albanias. Ai pati 9 fëmijë, 5 vajza dhe 4 djem, përfshirë këtu heroin ton kombëtar Gjergj Kastriotin. Në një moment kyç të jetës së tij, për të ruajtur paqen dhe pushtetin mbi principatën e tij, Gjon Kastrioti pranoi të dërgojë djemtë e tij në oborrin e sultanit si peng. Ky ishte një akt i dhimbshëm, ndoshta më i rëndi se çdo betejë. Mes këtyre djemve ishte edhe Gjergji, më i vogli, ai që historia do ta njihte si Skënderbeu. A mund të përfytyroni dhimbjen e një babai shqiptar që e dërgon birin në një botë tjetër për të mos e parë më kurrë me sytë e tij? Por Gjoni e dinte, ishte më mirë të sakrifikoje me dinjitet se sa të shfaroseshin të gjithë, dhe ndoshta në thellësi të zemrës, ai shpresonte se një ditë bijtë e tij do të ktheheshin, jo thjesht si ushtar, por si udhëheqës të popullit të tij. Në vitin 1428, Gjon Kastrioti duhej të kërkonte falje nga Senati Venedikas për shkak të pjesëmarrjes së Skënderbeut në fushatat ushtarake osmane kundër të krishterëve. Në një përpjekje për të lehtësuar presionin osman gjatë rrethimit të Selanikut, Venediku e frymëzoi Gjonin të rebelohej kundër osmanëve në vitin 1428. Në gusht të atij viti, ai dërgoi të dërguarit e tij, priftin Dimitrije dhe zotin Murat, për të paraqitur Venedikasve letrat e shkruara nga sultani gjatë 5 viteve të fundit, që kur Venedikasit pushtuan Selanikun në vitin 1423. Në ato letra, sultani i dërgoi urdhra Gjonit për të sulmuar zotërimet venedikase në Shqipëri. Meqense ai refuzoi të bashkëpunonte me osmanët, Gjoni u lut venedikasve që t'i siguroni një vend të sigurt nëse osmanët e sulmonin. Në prill të vitit 1430, pasi osmanët pushtuan Selanikun, ata pushtuan pjesën më të madhe të tokës së Gjonit. Forcat osmane u udhhoqën nga Isakbeu, i cili ishte Sanxhakbej i Sanxhaku të Shkupit. Ai vendosi garnizone osmane në 2 nga kështjellat e Gjonit dhe shkatërroi pjesën tjetër të tyre. Isakbeu i lejoi Gjonit të qeveriste një pjesë shumë të vogël të territorit, sepse osmanët e mbanin Gjonin përgjegjës vetëm për mosbindje, jo për tradhëti. Gjon Kastrioti ju bashkua një kryengritjeje të pasuksesshme kundër perandorisë osmane të udhëhequr nga Gjergj Arjaniti, midis viteve 1432 dhe 1436 dhe u mund përsëri nga forcat osmane nën komandën e Isakbeut. Ndërsa përmendet se Gjoni mund të ketë vdekur në vitin 1437, kjo mund të jetë e pasakt, pasi ai përmendet si i gjallë me 28 mars 1438. Gjoni ndoshta vdiq pa kohë para shtat korrikut 1439. Vitet e fundit i kishte kaluar në manastirin Hilandar në malin Athos.
të cilin e kishte bler bashkë me djemtë e tij. Burime të ndryshme raportojnë se Gjoni kishte ndëruar fenë disa herë gjatë jetës së tij, nga katolik në ortodoks e nga ortodoks në musliman. Besohet se një shprehje popullore në Shqipërinë Jugore, ku është shpata, aty është feja, e ka origjinën nga Gjon Kastrioti. Por gjithashtu besohet se para vdekjes së tij, ai ishte kthyer në fenë e të parave të tij, krishtërimin romak. Territori kontrolluar më parë nga Gjon Kastrioti u aneksuan nga osmanët dhe u listua në regjistrat e tyre si toka e Juvanit. Juvani ishte emri i Gjonit në gjuhën turke. Një pjesë e pronave të Gjon Kastriotit që përfshinte 9 fshatra ju dha Skënderbeut si timari i tij, por pastaj ato fshatra ju dhan Andre Carlosit. Dhënia e këtyre fshatrave dikujt tjetër duket ta ketë mërzitur Skënderbeun, i cili kërkoi t'i jepej kontroll mbi ish domenin e babait të tij. Sanxhakbeu i Ohrit kundërshtoi kërkesën e Skënderbeut. Gjoni nuk jetoi për të parë ngritjen e birit të tij në krye të kryengritjes shqiptare. Nuk e pa flamurin e kuq me shqiponj që valevitej mbi kruj, por në çdo akt të Skënderbeut, në çdo betejë të fituar, në çdo thirrje për bashkim të shqiptarëve, ndjehet hija dhe dora e një babai që e edukoi me urtësi, me strategji dhe me krenari për gjakun që i rridhte në damar. Nëse Skënderbeu ishte shpata, Gjon Kastrioti ishte dora që e farkëtoi atë shpatë. Shqiptarët e kanë gjak të nderojnë trimat, por jo gjithmonë kujtojnë ata që i rritën. Historia ka lënë hije shumë figura, por ne sot kemi detyrë t'i nxjerrim në dritë. Gjon Kastrioti nuk ishte thjesht babai i një heroi, ai ishte vetë një heroi qetë, një burr që luftoi jo me zhurmë, por me zgjuarsi e jo për lavdi, por për të ruajtur emrin dhe nderin shqiptar. Dhe nëse sot ne flasim shqip, nëse ndjehemi krenar për Skënderbeun, është sepse dikur një burr i mençur zgjodhi të mos përkulej, por të qëndroj. Tani që dëgjuat historinë e vërtetë të Gjon Kastriotit, a mendoni se historia jon ja ka dhënë vlerësimin që meriton kjo figurë? A duhet Gjon Kastrioti të përmendet krah për krah me birin e tij Skënderbeun? Shkruani në komente mendimet tuaja, sepse zëri juaj është po aq i rëndësishëm sa vetë historia. Ne nuk ndërtojmë lavdin vetëm me të kaluarën, por edhe me ndërgjegjen e sotme. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.